5 minuta me Zotin. Në ujrat e shpirtit. Si kurse peshku në ujë, njeriu zhytet në detin e shpirtit. Shpirti përshkon gjithçka, mban gjithçka. Ju jep jetë të gjithave. Shpirti është vendi në të cilin gjenden të gjitha, si kurse drita që bën të shihet gjithçka. Mirë po shpirti shenjtë është person, prandaj njeriu me personalitetin e vet ka mundësi të komunikojë me shpirtin. Njeriu e thith në vetvete shpirtin aq sa hapet personalisht para shpirtit. Në thelb të hapesh para shpirtit, do të thotë të fillosh të lutesh. Lutja në të vërtetë është zhytje në shpirt, hapje ndaj veprimit të shpirtit, zhytje në jetë, notim në dashuri dhe në butësi. Lutja është vedije se jemi të mbartur në shuplakën e të gjithëpushtetshmit. Të lutesh do të thotë të dëgjosh se si hyi e shqipton emrin tënd, si të deshi që nga mshimi. Të zhytesh në shpirt dhe të lutesh është e njëjta gjë. Të lejosh që të shëndrisin sytë të gjithëpushtetshmit do të thotë të zhytesh, të notosh në fuqinë e shpirtit. Të lejosh që kjo fuqi personale e hyjit, që është e lirë dhe e gjithëpushtetshme, e urë dhe plot butësi të përfshi, të kaploj secilën pore të qenjesate, që të mbart, të sjell secilën ditë me lart. Të lutesh së pari do të thotë të jesh i heshtur, do të thotë të ngruhin rrezet e syve të hyjit. Prandaj, lutja i shkrin qëndrimet e tua, shkrin pjesët e forta të qenjesate, traumat dhe stresin, e zbut të gërsin tënde, të nxjerr nga vetmia, vetjakia dhe mendjemadhësia. Ajo e gjen përsëri humbjen tënde, shëndrit errësirat dhe netet e tua. Ajo ecën pas të keqes sate në të gjitha rrugët e bredhjeve të tua. Lutja është vetmi plot me prani. Lutja është hyrje në zemrën e hyjit, fluturim në krahët e mendimeve të hyjit. Lutja është zëri i hyjit në ty. Lutja është përqafimi që ta bëjnë duart e hyjit. Lutja është ndalim pak para shkatërimit dhe kthim në jetë. Është nevojshme që secilën ditë të gjesh oazën e paqes dhe të qetësisë. Ndoshta duke hyrë brenda kishës sate, të ulesh në një qoshe ose në një bank, në atë vend ku askush nuk do të thras, nuk do të pyes, as nuk do të kërkoj. Pas kësaj, mjafton që të marrësh frymë thellë, që ta lëshosh frymën në qetësi, sikur kur zhytesh në ujë, duke u lëshuar ndikimit të synëve të hyjit, pranisë së tij, fjalës që hyjit ta drejton vetëm ty. Nëse rri kështu 10, 15, 20 minuta ose gjysmë ore më shumë, do të ndjehesh sikur ta kish kaluar pushimin vjetor. Sikur kur dikush e merr barrën tënde, mundimin, trishtimin, sikur të ishin mbi ty duart e mikut që heqin prej teje krejt barrën e fyrjeve, të mosdurimit njerëzor, të ashpërsisë, mospranimit dhe të refuzimit. Do të ndjesh se si ngadalë kthehesh drejt të përjetshmes, drejt hyjit të gjithëpushtetshëm, kthehesh drejt lindjes, siç thot Shën Ambrozi, kthehesh te Krishti, thot ai, dhe e shikon drejt në sy. Ta shohësh krijuesin tënd në sy, të lejosh që të shëndrisë shikimi i tij, të zhytesh plotësisht në praninë e tij. Ky është thelbi i lutjes. Njerëzit zakonisht luten duke folur formulat e mësuara. Një gjë është e sigurt. Fjalët e lutjes i ndihmojnë njeriut që shpirti i tij të kujtohet që të hapet para shpirtit të hyjit dhe të zhytet në te. Mirë po zakonisht, këto fjalë shprehim vetëm me gojë. Por këto nuk i regjistron vedia jon. Kështu shpirti ynë mbyllet. Mbete me gjithmonë në bregun e oqeanit, duke mos notuar kurrë në ujërat e tij. Pikrisht për këtë gjë, lutja e tillë shumë vetëve ju bëhet e mërzitshme, e panevojshme, detyrë rënd. Mirë po,
Lutja në të vërtetë është takim me qiellin, heqje e smundjes dhe veshje e shëndetit. Ajo i shmang armiqësitë dhe na vendos në miqësi. Lutja është vend në të cilin ti shoqërohesh me hyjin. Lutja është vend në të cilin hyji i dhuron dhuratat e veta për ty dhe për këtë tokë. Dukshëm ose pa dukshëm, bota gjithmonë ofshon për njerëz që luten. Pata, bota do të zhytet si barka të cilën e rrahin valet dhe erërat për ta shkatruar. Lutja barkën e sjell përsëri në thellësi që ta vazhdojë lundrimin. Që kur ekziston njeriu, ai lutet. Njerëzit më të mëdhenj të njerëzimit ishin njerëz të lutjes, duke e bërë lutjen me zë ose nënzë. Vetë biri i hyjit, që zbriti mes nesh na mësoi se duhet të lutemi ashtu siç u lut ai vetë, ndonjëherë edhe tër natën. Jemi të vetëdijshëm se vendi ynë po bëhet gjithmonë më i lirë, pikërisht për shkak të shumimit të njerëzve që luten, për shkak të njerëzve që gjithnjë më shumë po i afrohen hyjit. Edhe ti duhet të notosh në detin e shpirtit. Hyji të aftësoft që të përgjigjesh duke i dalë në takim.